Mirushi nuk ishte vetëm hyni. Ne na u desh ta ndanim ato me të gjithë ju. Publikun, njerëzit e thjeshtë që e donit me pastërti, miqt, kolegët që i vlerësonte profesionalisht dhe shpirtërisht. Këto janë disa nga fjalët që e bia e Mirush Kabashit, Mendi, solli në vëmendje në kujtim të tatit, në ditëlindjen e parë pa të fizikisht. Një ekspozit fotografike me çastet më të spikatura të karrierës së Mirush Kabashit, si dhe shfaqja e një filmi dokumentar kushtuar jetës dhe veprës së tij, erdhën në mjediset e qendrës për hapje dhe dialog pranë kryeministrisë, si një omazh vizual për kontributin që ai dha artit dhe kulturës shqiptare. I mat, ndryshe nga shumë aktorë të tjerë, është vlerësuar më shumë jashtë se sa brenda Shqipërisë. Ky është një fakt që sigurisht e nderon Shqipërinë, sepse ka përfaqësuar në mbar botën në mënyrën më dinjitoze që mund ta përfaqësojë një artist. Ndërkohë për të pranishmit u promovua edhe botimi në shqip dhe në anglisht i monografisë Mirush Kabashi, Sokrati i skenës shqiptare, me autore Driada Dervishin, e cila ishte edhe drejtuese artistike e mbrëmjes së organizuar. Një vit më parë ne festonim ditëlindjen e Mirushit me intervistën e tij që rastësisht u kthye, intervista atje e fundit e dhënë në teatrin Aleksandër Mosiu, ku për rastësi Mirushi kishte 21 vite karrierë. Mirush Kabashi është lindur më 17 prill 1948. Ai ka interpretuar rreth 100 role në teatr dhe në kinema dhe është një ndër të paktët artistë që preku skenat ndërkombëtare, në një kohë kur për artistët shqiptar diçka e tillë dukej e pamundur. Aktiviteti e organizuar në Tiranë me rastin e ditëlindjes së artistit do të mbahet mbrëmjen e kësaj të premteje edhe në Shkodër dhe më 23 prill do të vijojë në Gjakov, ku aktori Mirush Kabashi mbylli karrierën e tij 5 muaj përpara se të ndëronte jetë.